Nuredin Domani ushqehet me karkaleca deti në qeli, ja si përgjigjet SPAK. Pa kohë më parë, i penduar i drejtësisë, Nuredin Domani pati probleme shëndetësore duke e transportuar për në spital. Dyshimet u hodhën se ai edhe mund të jetë helmuar, por kjo ende nuk është vërtetuar. Pas këtij lajmi në media u aludua se ai kishte konsumuar brenda qelisë së tij karkaleca deti. Për këtë është pyetur edhe SPAK, e cila në përgjigje thotë se kjo çështje nuk bën pjesë në kompetencën e saj. Kjo çështje nuk është në kompetencë të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këtë arsye mund t'i drejtoheni Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë për trajtimin e mëtejshëm të kërkesës tuaj, sqarohet në përgjigjen e SPAK publikuar në faqen zyrtare.